kush merr pjesë në këtë foltore të zotit Berisha? Në takimet e zotit Berisha, ditën e djeshme kemi parë disa zyrtarë të lartë të Partisë Demokratike, ishte Klevis Balliu, deputet i Tiranës, Besar Xhaferi, deputet po ashtu i Tiranës, kryetarja Degës në njësisë 9, edhe Grinci, kandidat për deputet kishte në të takim se Sandoj Gjani, Jonathan Pano që kanë qenë në listën shumëemërore, në listën e hapur, po ashtu kishte edhe nga ata persona që morën pjesë në kafen e famshme të Ervin Saliajt në javën e shkuar, ku kam arritur të shquaj 8 koplikun mes atyre që ishin pjesë e takimit të zotit Berisha, por zoti Kopliku ka qenë edhe pjesë e takimit të zotit Saliaj. Ndërkohë, nga ana tjetër, edhe Ervin Saliaj me foltoret e tij apo me takimet e tij ka grumbulluar rreth vetes shumë zyrtarë të Partisë Demokratike, por ata që nuk kanë mundur të jenë deputet apo nuk kanë mundur të jenë as në listat shumëemërore në listën e hapur, të cilit kanë pas pak kënaqësi që para zgjedhjeve me Partinë Demokratike me kupolën drejtuese dhe tashmë po e shprehin hapur këtë kundërshtim të tyre me vendimin që u morën në 11 maj që nuk ishin në listat shumëemërore.